Kandidati për deputet i Partisë Socialiste Klevis Kaso ka organizuar një mbrëmje pune dhe festive me të gjithë kryetarët e organizatave të deleguarit e Partisë Socialiste në rajonin 5 dhe Orikum, deputeten e Qarkut të Vlorë Teuta Rama, koordinatoren e Forumit të Gruas Socialiste dhe të Rinisë Socialiste. Në takim u dhanë mesazhe politike nga drejtuesi politik i rajonit 5, kandidatit për deputet Piro Vëngu, i cili cilësoi shumë të nevojshme punën intensive për Partinë Socialiste në këtë javë për të dhënë maksimumin për mandatin e 4 të qeverisë Rama dhe Partisë Socialiste. Besoj se në këto ditë bashkë me kandidatit duhet të bëni një plugim të gjithë terrenit, të përmendim pak edhe zonën Ish Sera, zonën Ish Sera pak më parë, që kam mbetur pak të trajtuar. Por do doja që të gjithë bashkë këtu të binin dakord për diçka. Nuk është momenti për kritika ndaj njëri tjetrit, nuk është ky momenti. Nuk kemi kohë plot të merremi me këtë gjë datë 12. Nuk është koha të kritikojmë bashkinë. Ju dua shumë solidar me bashkinë e Vlorës dhe me Ermalin, me gjithë skuadrën e tij, sepse para një herë është e përfshirë në strukturat tona dhe veçanërisht të rajonit 5, e njëjta gjë vlen edhe te Orikumit. Dhe tani duhet gjithë si front pra të ecim në të plugojmë tokën gjithandej edhe të takojmë të gjithë ata banorë që ndoshta kemi pasur në siklet të takojmë, po me mbështetjen edhe me vendosmërinë që ka dhe Klevisit, besoj se mund të dilni balë edhe atyre më të pakënaqurve që padyshim në 12 vite kemi krijuar patjetër. Kjo është pika e parë. Pika e dytë, unë besoj se do jemi në kushte që të hënën të ndalim edhe objektivat për secilin rajon. Dhe nga ai moment fillon një sprint që ne duhet të organizojmë për ditën e votimit. Është shumë e rëndësishme që të bëjmë në mendjet tona dhe në strukturat tona një përsëritje se si do na shkojë dita e votimit, patronazhi, komunikimi me banorët, sjellja në votim, etj. Më fali që nuk po e bëj shumë sportive fjalën, por realisht jemi të gjithë në detyra tani dhe duhet që t'ia çojmë rezultatin në kuti e Tiranës dhe t'i tregojmë që e para njëherë vëmendja e tij shpërblehet me mbështetje masive dhe e dyta ne që kemi detyrat, unë që kam nderin të jem listë të mbyllur, Klevisi që ka betejë në listë të hapur, ne marrim një mandat për të folur ndryshe për të gjitha problematikat që ka rajoni dhe rajoni ka shumë. Në të njëjtën kohë, kandidati për deputet Klevis Kaso shpreu falënderime për gjithë strukturën politike të rajonit 5 dhe të Orikumit, si dhe angazhimin e tij të pakurthyer në çdo moment për të takuar sa më shumë qytetar, për të bërë me dije platformën elektorale. Mandatin e 4 të Partisë Socialiste dhe ne duhet jemi aty. Duhet jemi aty për ta shijuar datën e votës. Jam apo si jam unë deputet i Parlamentit të Shqipërisë, ne duhet jemi të gjithë të lumtur duhet jemi të gjithë të lumtur në qoftë se Partia Socialiste me angazhimin e gjithë secilit prej nesh arrin të marrë mandatin e 4. Gjatë mbrëmjes u përsollën mesazhe mbështetje për kandidaturën e Klevis Kasos.